Mes 7 arratisurve nga burgu i Drenovës në Korçë, 2 prej tyre dukeshin më të motivuar për ta kryer aktin i cili do të rëndiste gjithë opinionin shqiptar. Admir Tafili dhe Frant Marashi pretendojnë të dy që janë dënuar padrejtisht nga drejtësia shqiptare. Duke mos gjetur të drejtën e tyre, ata kanë vendosur të zgjidhin një rrugë tjetër, arratim nga burgu në mënyrë që të tërheqë vëmendjen e autoriteteve, duke kërkuar rigjikimin e çështjeve të tyre. Admir Tafili pretendon se ai dhe i vllai Gens Tafili janë dënuar padrejtisht për ngjarjen ku mbeti i vrarë ish drejtori i policisë së Shkodrës, Arben Zylftari. I arratisuri tjetër Frant Marashi është një personazh i njohur, i cili edhe pse u ekstradua në territorin e Republikës së Shqipërisë nga Italia në vitin 2006, u bë i njohur jo për bëmat që kishte kryer para këtij viti, por për ato që nisi të kryej nga viti 2006 e mbrapa. Tashmë tentativat e tij për arratisje, si në burgun e Burrelit, ashtu dhe në burgun e Fushkërisë, edhe pse të dështuara, e bën atë një personazh të njohur për median dhe të gjithë institucionin e drejtorisë përgjithshme të burgjeve. Por pse këmbgul Frant Marashi për të arratisur nga burgu? Pse ai vazhdimisht fajson drejtësinë se ka dënuar padrejtisht? Në të vërtetë, Frant Marashi ka qenë në moshën e një adoleshenti në vitin 1997, kur akuzohet si një ndër autorët e ekzekutimit me tank të 4 efektivave të policisë së Beratit. Ngjarja për të cilën është dënuar Frant Marashi ndodhi gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve të qershorit 1997. Bëhet fjalë për një konflikt armatosur mes një familje të njohur në Urën Vajgurore, familjes Protoduari, dhe rivalëve të saj të cilët ndodheshin në lagjen përballë. Por ky konflikt u politizua për shkak se njëra palë mbështetej nga Partia Demokratike, e cila ishte duke dorëzuar pushtetin, dhe pala tjetër kishte për krahun e Partisë Socialiste, e cila ishte duke ardhur në pushtet. Ky konflikt midis këtyre dy palëve u politizua deri në atë pikë sa u kushtoi jetën 4 efektivave të policisë së Beratit. Ngjarja ka ndodhur ditën kur ish shefi i opozitës asaj kohe, Fatosnano, organizoi një miting për fushatën e zgjedhjeve të fundqershorit të atij viti. Pas mitingut të zhvilluar në qytetin e Beratit, eskorta e liderit të së-majtës Fatosnano u largua në drejtim të Lushnjës, por duke kaluar më parë nëpërmjet Urës Vajgurore. Pas eskortës, ecë edhe mjeti i blinduar i komisariatit të Beratit, i cili shoqëronte lëvizjen e liderit të opozitës dhe një grupi politikanësh të lartë të së-majtës. Në momentin që mjeti i blinduar i është afruar vendit ku ishte ngritur postboku nga familja Protoduari, drejt tyre është qelluar 2 herë me topin e vendosur në kullën e një tanku të ushtrisë shqiptare. Tanku ishte marrë për mbrojtje nga një grup i armatosur i cili siguronte familjen Protoduari. Të dyja predhat e qitura nga tanku kanë shpërthyer mjetin e blinduar të policisë së Beratit, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme 4 efektivave të policisë së këtij komisariati. Në të vërtetë, personi që ka qelluar me topin e kullës të tankut drejt mjetit të blinduar të policisë u gjeti i vrarë pak kohë më vonë, në rrethana të cilat nuk janë zbardhur kurrë. Por personi i cili do të mbante fajsinë kryesore në lidhje me këtë ngjarje, madje dhe që do dënoi më rënd nga drejtësia shqiptare, ishte adoleshenti Frant Marashi. Frant Marashi pretendon se ka qenë në Urën Vajgurore si shofer i kryefamiljarit të familjes Protoduari, Musa Protoduari, por ai shpreh bindjen e plot se nuk është ndodhur ditën e masakrës në Urën Vajgurore, dhe për këtë fakt ai kërkon që procesi të rifillojë edhe një herë dhe dënimi i dhënë në mungesë të tij të rishikohet në mënyrë që secili të marrë përgjegjësinë për atë që i takon. Ngjarja tregoi që sistemi i sigurisë në burgje është një sistem i kalbur, jo profesional, i ndërtuar mbi bazën e emërimeve politike, klienteliste dhe korruptive, në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimeve në sistemin penitenciar. Eliminimin e korrupsionit është e nevojshme të reformohet ky sistem. Është përgatitur paketa ligjore me ndryshimet në ligjin për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosur, si dhe ndryshime në ligjin për policinë e burgjeve që shumë shpejt do kalojnë në parlament. Ne jemi të vendosur për të reformuar plotësisht këtë sistem, duke garantuar në radhë parë të gjitha drejtat dhe liritë themelore të dënuarve që vojnë dënimet në burgjet tona, e gërshëtuar kjo me marrjen e masave të gjithanshme për të rritur në nivelin maksimal sigurinë në gjitha burgjet të çfarëdo niveli qofshin ato. Fakti që burgu i Drenovës në Korçë cilësohet se një nga burgjet më të sigurta në Shqipëri, i rikonstruktuar vetëm në vitin 2009 me një fond prej 6 milionë eurosh nga Bashkimi Evropian, nuk e pengoi Admir Tafilin që të realizonte një arratisje spektakolare, e cila për orë të tëra do të kalonte në panik jo thjesht qytetarët e Korçës, por qytetarët e gjithë vendit.
Po si mundi Admir Tafili ta organizonte arratisjen nga burgu i sigurisë lartë në Drenov të Korçës? Si mundi Admir Tafili të pajisej me pistolet dhe kalashnikov në një nga qelit më të sigurta të burgjeve shqiptare? Në pamje të parë duket si diçka e pamundur, por në të vërtetë Admir Tafili arriti ta realizonte këtë gjë. Të pajisej në qelit e njërit prej burgjeve më të sigurta të Shqipërisë me një armatim që do ta kishin zili edhe kapot e bandave të cilët janë ende në liri. Ndërsa politika, opozita dhe mazhoranca, ministrat dhe ish-ministrat përpiqen të fajsojnë njëri tjetrin dhe të përfitojnë politikisht sa më shumë të jetë e mundur nga kjo ngjarje, ajo që ka realizuar Admir Tafili i ngarkon me përgjegjësi të dyja palët. Ngjarja e djeshme është një ngjarje e rëndë për shtetin ligjor dhe sigurinë publike. Qytetarëve shqiptar, kur nga burgu i sigurisë lartë, i ndërtuar nga Bashkimi Evropian, u larguar jo një, por 7 të dënuar me burgim të përjetshëm. Rendi dhe siguria publike po bien poshtë çdo ditë në Shqipëri. 2 muaj më parë, në 23 shtator 2013, ish drejtuesit e policisë së shtetit kanë dorëzuar një raport të detajuar informimi mbi planet e këtij grupi të dënuar me burgim të përjetshëm për t'u arratisur ministrit të Brendshëm, zoti Sajmir Tahiri, ministrit drejtësisë, zotit Nasip Naço, drejtorisë së shërbimit të kontrollit të burgjeve. Pak ditë më vonë, Drejtoria e Shërbimit të Kontrollit të Burgjeve i kanë paraqitur planin e masave të gjithë të sipërpërmendurve, duke i kërkuar marrjen e masave të menjëhershme, në mënyrë që kjo ngjarje e ndodhur dje të mos ndodhte, që siguria e burgjeve të ishte e ligjshme, që siguria e qytetarëve shqiptar të ishte e plotë. Asnjë mas nuk u mor, asnjë ligj nuk u respektua, por ministrat nuk kryen minimalisht detyrën e tyre. Policia, bashkë me ta heshti, nuk vepruan. Konkluzioni është i qartë. Armë të futura në burg të sigurisë lartë, arratisje spektakolare e 7 të dënuarve me burgim të përjetshëm nga një burg i sigurisë lartë të ndërtuar edhe njëherë po e them nga Bashkimi Evropian dhe të audituar ndërtimi prej tyre si burgu i sigurisë me standardet më të larta europiane. Dëshiroj të falenderoj gjithashtu edhe Partinë Demokratike, që megjithëse në një situatë të nder dhe jo pak kritike si kjo, nuk priti të na kujtoj se shteti është shëmbur, por faktet flasin vetë që po, shtetin e gjetëm jo të shëmbur, po të shkatruar deri në kock dhe të inkriminuar deri në qelizë. Por njëkohësisht dua dhe t'i garantoj se shteti është këtu, policia e shtetit është në këmbë për të garantuar jetën, pronën dhe sigurinë publike të çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë. Policia e shtetit vijon hetimet së bashku me prokurorinë e përgjithshme. Dhe kryas shërbeu për të bërë një skaner qelizor mbi çdo strukturë që deri dje ka dështuar t'i shërbej ligjit, apo që deri dje i ka shërbyer krimit, por që sot dhe në vijim do të mbaj përgjegjësi për gjithçka nuk ka bërë, apo akoma më keq për gjithçka ka bërë për t'i shërbyer krimit. Ju siguroj që nga hetimet paraprake, po shumë shpejt do kemi rezultate konkrete. Arratisja e djeshme është gjithçka përveç se rastësore. Është organizuar mirë, por njëkohësisht është dhe dëshmie tragjike e përfshirjes së politikës në punët e pistat të krimit. Siç është dëshmi tragjike e kompromitimit kapilar të strukturës shtetërore për të garantuar zbatimin e ligjit. Por për të gjitha këto arsye ne po hetojmë bashkë me prokurorinë e përgjithshme, hetimet po vazhdojnë, dhe unë besoj që shumë shpejt do kemi rezultate të tjera dhe arrestime me përgjegjës konkret në të gjitha strukturat ligjzbatuese.
Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri nuk harroi të përmendte implikimin në këtë ngjarje të interesave politike. Më konkretisht, bëhet fjalë për momentin kur armët janë futur në ambientet e brendshme të burgut. Ngjarja ka ndodhur vetëm një javë nga zgjedhjet e 23 qershorit të vitit 2013, në momentin kur drejtuesit e burgjeve të Shqipërisë ishin përfshirë në fushatën e hedhshme elektorale, madje duke kërkuar sa më shumë vota, edhe ato të dënuarve të cilët ndodheshin brenda qelive të burgut. Pikërisht nga një situatë e tillë ka përfituar Admir Tafili, duke u kërkuar drejtuesve të burgut Drenovës që ta lejonin të fuse në qelinë e tij një frigorifer në këmbim të mbështetjes që do t'u jepte jo vetëm për votën e tij, por edhe votën e të dënuarve të tjerë në ambientet e brendshme të këtij burgu. Në dëshminë e tij që ka dhënë para gjykatës, i arratisuri tjetër Frant Marashi ka deklaruar se kishte mbetur i çuditshur kur kishte parë reagimin e ish-kryeministit Berisha për implikimin e tyre me politikan të mazhorancës së majt që kishte ardhur në pushtet. Frant Marashi deklaroi se ai gjithë jetën jo vetëm kishte mbështetur të djathën, por kishte bërë fushat edhe për zgjedhjet e 23 qershorit të vitit 2013. Frant Marashi deklaroi se në qelinë e tij, burgun e Drenovës, ai kishte një flamur të Partisë Demokratike dhe se ishte i përpjekur që të binte edhe shokët të tij në ambientet e brendshme të burgut Drenovës që të votonin për Partinë Demokratike. Këto dëshmi së bashku me kohën kur është futur frigoriferi me armët brenda burgut Drenovës dëshmojnë qartë se vigjilenca e autoriteteve të këtij burgu dhe po ashtu e stafit të sigurisë së tij ka qenë e ulët në momentin kur fushata elektorale ishte bërë tepër e hedhshme dhe pritej me kërshëri të madhe rezultati i fitues i këtyre zgjedhjeve. Pas marrjes së njoftimit për këtë ngjarje të rëndë, prokuroria e Rrethit Korç ka filluar hetimet për zbardhjen e gjitha rrethanave të kësaj ngjarje. Ndërkohë, është krijuar një grup pune me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, Shërbimi Informativ Shtetëror, Prokurorinë e Përgjithshme dhe Ministrinë e Drejtësisë, të cilët po analizojnë me imtësi ngjarjen e ndodhur për të evidentuar shkaqjet dhe personat përgjegjës, si dhe marrjen e masave për parandalimin e ngjarjeve të tilla në të ardhmen. Është vendosur arrestimi flagrant si gjithë punonësit të shërbimit të turnit kur ka ndodhur ngjarja në burgun Drenov, të cilët me mosveprimet e tyre kanë lejuar arratisjen e këtyre personave të dënuar për vepra të rënda penale. Kjo ngjarje evidentoi se sistemi i sigurisë dhe informacionit nuk ka funksionuar, çka sjell si domosdoshmëri reformimin tërësor të shërbimit kontrollit brendshëm, si shërbimi përgjegjës që garanton marrjen dhe transmetimin e informacionit në kohën e dur. Ndërkohë, Ministri i Drejtësisë ka shkarkuar në mënyrë të menjëhershme drejtorin e burgut Drenov Genci Postoli, si dhe ka urdhëruar rritjen e nivelit të gatishmërisë në të gjitha burgjet me shërbime të përforcuara për të garantuar sigurinë maksimale dhe rendin në këto institucione. Gjithashtu, ka vendosur pezullimin e menjëhershëm të punonjësve të nivelit lartë të shërbimit të kontrollit brendshëm për mungesë profesionalizmi dhe përkushtimi, të cilët me mosveprimet e tyre kanë krijuar terren e mundësi për ngjarje të rënda si ajo ditës djeshme. Ky raport i ish drejtuesve të policisë shtetit dhe plani masave për të parandaluar këtë që ndodhi dje nuk është marrë në konsiderat, por është flakur, siç janë flakur dhe të gjithë oficerët profesionistë të policisë së shtetit dhe të atyre të burgjeve. Ministri i Brendshëm dhe Ministri i Drejtësisë u përpoqën sot të fshehin përgjegjësinë e qeverisë dhe të tyre personale për arratisjen e djeshme të 7 personave nga burgu i sigurisë lartë në Korç me metodën e vjetër të lëshimit të akuzave të pa baza ndaj paraardhësve. Kjo metodë nuk i shpëton ata dhe qeverinë e tyre nga përgjegjësia që kanë për ngjarjen e rëndë të ndodhur në gjithë këto kohë në burgje shqiptare, një ngjarje që buron nga sistemi që ka ndërtuar këto 3 muaj me emërime dyshimta, me caktime mbi bazën e interesave financiare dhe elektorale të njerëzve të paaftë në postet kyçe të vendit. Kjo është atmosfera e burgjeve dhe e policisë ndaj dhe personat të rrezikshëm të shoqërisë arrin të arratisen në mënyrë të suksesshme me armë, kalashnikov dhe pistoleta të futura në mes të burgut të sigurisë lartë. Nuk ka ndodhur kurrë ndonjëherë më parë që të futen armë në qelit tona nga jashtë. Sipas gjithë burimeve të informacionit, armët janë futur nga jashtë, sepse, siç e dim, policët brenda qelive nuk mbajnë armë.
dhe kanë rënë në duart e këtyre personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, pasi janë dënuar me burgime të përjetshme. Armët kanë kaluar në hundën e policisë dhe drejtuesve të burgjeve në një rrugë të pastër rishfeti. Të futen armë në një burg të sigurisë lartë të ndërtuar me fonde të Bashkimit Evropian, me standardet më të larta, është fundi i shtetit. Ministria e Brendshme, Qeveria dhe Kryeministri janë të angazhuar për të garantuar plotësisht rendin dhe sigurinë publike. Ne jemi këtu, policia e shtetit është këtu, kriminalët do jenë aty ku e kanë vendin, në burg. E bashkë me ta, kushdo që deri dje i ka ndihmuar të kapërcejnë linjën, qoftë dhe në këmbim të votave. Nëse gjatë qeverisjes së njërës palë është bërë e mundur që një grup i organizuar kriminal të përfitojë nga mungesa e sigurisë dhe kontrollit në burgun e sigurisë lartë në Drenovë dhe të pajisi me armë automatike të dënuarit që ndodhen brenda burgut, palatjetër nuk ka vlerësuar informacionin që i ka ardhur për organizimin e një arratisje, e cila mund të ishte parandaluar nëse strukturat do të kishin funksionuar ashtu siç janë të parashikuara nga ligji. Nga hetimet paraprake të kryera deri tani, rezulton se frigoriferi, i cili ka mundësuar futjen e 4 armëve brenda ambienteve të burgut Drenovës, i ka kaluar survejimit dhe kontrolleve të sigurisë së këtij burgu në datën 16 qershor të vitit 2013. Pra, bëhet fjalë vetëm një javë para zgjedhjeve të 23 qershorit. Mbase bashkëpunëtorët e Admir Tafilit kanë shfrytëzuar pikërisht të moment kur vëmendja ishte e përqendruar te rezultati i zgjedhjeve të 23 qershorit dhe të përfshirja e gati gjithë shoqërisë shqiptare, duke mos përjashtuar edhe punonjësit e burgjeve në fushatën zgjedhore të 23 qershorit. Gjatë marrjes në pyetje, mbasi u arrestuan nga policia, Olsi Maçi dhe Albi Meçani kanë dëshmuar se si arritën të futnin brenda ambienteve të burgut Drenovës një frigorifer brenda së cilit kishin montuar në mënyrë perfekte pajisjet për 2 automatik Kalashnikov dhe 2 pistoleta. Ata i kishin çmontuar armët dhe kanë studuar me vëmendje çdo pjesë të frigoriferit për të fshehur armët të cilat do të shërbenin më pas për arratisjen e 23 nëntorit të vitit 2013. Ata janë kujdesur që t'i çmontojnë pjesët një nga një dhe t'i vendosin ato në çdo cep të brendshëm të frigoriferit, në mënyrë që të mos zbuloheshin nga kontrolli i sigurisë së burgut të Drenovës. Armët, pasi janë çmontuar, janë fiksuar me silikon pas pjesëve të brendshme të frigoriferit në mënyrë që të mos zbuloheshin dhe sipër tyre është vendosur bukë peshku e cila është izoluar nga jashtë me pjesën metalike të frigoriferit. Nuk dihet qartësisht rrethana në të cilat frigoriferi ka hyrë brenda ambienteve të burgut, por tashmë është fakt se ndaj kësaj pajisje elektroshtëpiake jo vetëm nuk është ushtruar një kontroll i imtësishëm, por është lejuar të hyjë lirisht dhe të vendoset në qelin e një të dënuari mjaft të rrezikshëm, siç ishte Admir Tafili. Mbasi ka marrë armatimin e vendosur frigorifer, Admir Tafili ka punuar me qetësi për të montuar armët dhe për të koordinuar planin se si do të largohej nga burgu nëse ai do të arrinte të thyente sigurinë e brendshme të këtij institucioni. Ne jemi të vendosur për të vënë para ligjit çdo punonjës të çfarëdo niveli qoftë ai, nga policimi thjesht deri te drejtuesit më të lartë të këtij institucioni, të cilët me veprimet apo mosveprimet e tyre krijojnë terren mundësi për ngjarje së ditë djeshme duke u korruptuar në mënyrë të vazhdueshme. Ne jemi të vendosur dhe nuk do të tolerojmë asnjë rast të shkeljes së rregullat të shërbimit të rojës nga gjithë personeli i burgjeve, të cilët bëjnë të mundur futjen e sendeve të kundralishme në mënyrë korruptive në burgjet tona, duke rritur e forcuar në këtë mënyrë kontrollet për të vënë para përgjegjësisë penale të gjithë ata punonjës të cilët të nisur nga veprimet e thellësisht korruptive bashkëpunojnë me element kriminal dhe sjellin këto pasoja që cënojnë dukshëm rendin dhe sigurinë publike. Unë duke ju falenderuar, mediat do doja që të vazhdoja me stafin e drejtorisë së përgjithshme të burgjet. Faleminderit.